Bayern Munich dhe Barcelona në garë për Fisnik Aslanin. Sipas gazetarit Florian Plettenberg, Bayern Munich e ka vendosur Fisnik Aslanin, sulmuesin 23 vjeçar te Hoffenheim në listën e transferimeve si opsion sulmi. Sulmuesi 23 vjeçar i Hoffenheim shihet si alternativë e fortë për Harry Kane nga sezoni 2026-2027. Bayern në ndrejtimin e Eberl dhe Freund janë impresionuar nga zhvillimi i tij dhe kanë mësuar për klauzolën e lirimit që aktivizohet verën e ardhshme. Aslani ka bërë të qartë se dëshiron të largohet pas këtij sezoni. Përveç Bayern Munich, Barcelona dhe 3 klube të Ligës Premier, Aston Villa, Chelsea dhe Tottenham janë duke ndjekur nga afër. Ai është në radar të shumicës së klubeve kryesore në Gjermani, Angli, Spanjë dhe Itali. Aslani ka shënuar 6 gola dhe ka bërë 2 asistime këtë sezon, duke treguar potencialin për të bërë një sulmues i klasit të parë. Bayern synon të ndërtojë një projekt sulmues për të ardhmen me Aslanin.